Përshëndetje, mirë se keni ardhur në episodin e radhës të ProLigj, një hapësirë tërësisht dedikuar ligjit, në të cilën sot do trajtojmë një temë me mjaft interes të gjerë për të gjithë audiencën që na dëgjon për shkak se jemi shumë afër integrimit në Bashkimin Evropian. Kemi prekur një temë siç janë lejet e qëndrimit, të cilën do ta trajtojmë për procedurat, afatet ligjore, avokatin dhe rolin e tij në këtë proces dhe për këtë kam ftuar sot avokate DR Fatmira Mulaj, e cila është gjithashtu edhe përkthyese e licencuar pranë Ministrisë së Drejtësisë për gjuhën turke. Fatmira, mirë se ke ardhur. Faleminderit për pranimin e ftesës. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit. Çfarë është një leje qëndrimi dhe cilat janë llojet e lejeve të qëndrimit? Leja e qëndrimit është një akt administrativ i cili i jep të drejtën një shtetasit të huaj të jetojë në Republikën e Shqipërisë në mënyrë të ligjshme për një motiv të caktuar për një periudhë kohe të caktuar. Cilat mund të jenë këto motivet e caktuara që ligji për të huajt përcakton që një huaj të marrë lejet e qëndrimit? Motivet e caktuara mund të jenë punësimi, të cilat ndahen në dy, vetpunësim ose punëmarrës, mund të jenë motive studimesh, mund të jenë motive për bashkim familjar ose motive të tjera. Cila është paketa ligjore e plot dhe e sakt për një shtetas të huaj që duhet të plotësojë për të aplikuar për leje qëndrimi? Cilat janë dokumentat e thënë në mënyrë më të qartë dhe më të saktë për të pajisur me leje qëndrimi? Duke patur parasysh që aplikimet mund të jenë të ndryshme, nëse flasim për personat e vetpunësuar për shembull, ato duhet të kenë, nëse procedurat në rastin konkret do të ndiqen nga një avokat, duhet të ketë një prokuror, është e vlefshme pasaporta, një pasaportë të vlefshme, duhet të ketë një plan biznesi, i cili duhet të sqarojë në mënyrë të detajuar aktivitetin ligjor dhe mënyrën se si ky aktivitet ligjor do të zhvillohet në Republikën e Shqipërisë. Të njëjtën kohë duhet të ketë një vërtetim bankar që në llogarinë e tij gjendet 5.000 euro. 5.000 euro është minimumi që duhet të ketë. Po, minimumi të cilat duhet të jetë në llogarinë e tij bankare, duhet të ketë hyrje dalje në llogarisë bankare. Transakcione të cilat me statement. Po, me statement bankar për një vit vitin e fundit. Për vitin e fundit. Po. Në të njëjtën kohë, shtetasit i huaj duhet të ketë dhe një adresë për të cilën për një që deklaron, e cila mund të jetë një banesë me qira ose një banesë në emër të tij. Duke qenë se më ceke pak këtë pjesën e marrëdhënies qiras ose pronësisë, shtetasit që kanë blerë një pronë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe nuk jetojnë, nuk janë rezidentë, kanë blerë pronën dhe kjo vërtetohet ndërmjet dokumentit pronësisë. Si funksionon leja e qëndrimit për këta individ? Dhe ata kanë të drejtën të aplikojnë për një leje qëndrimi për sa i përket, sepse shtetasit e huaj, të cilët posedojnë një shtëpi në Republikën e Shqipërisë, kanë të drejtë të aplikojnë për leje qëndrimi. Është një motiv ligjor i cili pajis shtetasit e huaj me një leje qëndrimi. Duke qenë se qëndrojmë pak tek investimet edhe tek thirrja që kryesisht Shqipëria i bën në të vazhdueshme investitorëve të huaj. Duke qenë se qëndrove tek pika që duhet hapin një biznes, forma ligjore SHPK, përmundësisht kam përshtypjen që mund të jetë edhe person fizik edhe çdo formë tjetër që ligji parashikon. Në momentin që këta investitor dakordsojnë që të vinë në Republikën e Shqipërisë për të investuar, a duhet që aplikimin për leje qëndrimi ta bëjnë në momentin që kanë themeluar në qendrën kombëtare të biznesit, biznesin e tyre, qoftë SHPK apo person fizik apo SHA, apo kjo procedura aplikimit bëhet më përpara në kohë? Aplikimi për leje qëndrimi bëhet në momentin kur flasim për personat e vetpunësuar, bëhet në momentin pasi është lëshuar nipti nga QKB-ja. Për shtetasit të cilët aplikojnë, shtetasit e Bashkimit Evropian nuk kanë nevojë të aplikojnë për vizë pune, ata edhe pasi kanë hyrë fizikisht në territorin e Republikës së Shqipërisë, mund të aplikojnë për leje qëndrimi, ndërsa shtetasit për të cilët është e nevojshme viza e punës, duhet të aplikojnë përpara se të hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe pasi është hapur shoqëria tregtare, dhe përpara se të hyjnë në Republikën e Shqipërisë aplikojnë për leje unike, pasi është bërë pranimi i vizës së punës dhe pasi është nga ana e Republikës së Shqipërisë, pasi është bërë vlerësimi i vizës së punës nga AKPA-ja dhe është lëshuar dhe viza e punës nga Ministria e Jashtme, shtetasit i huaj hyn në Republikën e Shqipërisë dhe më pas vijohen procedurat për miratimin e lejes së qëndrimit.
për të gjithë shtetasit që janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe hyn në territorin e Republikës Shqipërisë. Vinë si fillim si vizitor për Shqipërinë dhe vendosin të investojnë këtu. Brenda sa kohësh duhet që ata të aplikojnë për leje qëndrimi nga momenti që hynë në kufirin shqiptar? Shtetasit e huaj, të cilët janë shtetas e Bashkimit Evropian, të cilët nuk kanë nevojë të aplikojnë për vizë pune, pas hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë, brenda 30 ditësh duhet të aplikojnë për leje qëndrimi. Duke qenë se ti ke një lloj eksperiencë të zgjatur në kohë duke u marrë me procedurat e lejeve të qëndrimit, investitorët e huaj e tjerë, çfarë problematikash në gjykimin tënd hasen në mënyrë të shpejtë tek këto procedurat e aplikimit për leje qëndrimi? Në përgjithësi, problematikat që hasen mund të klasifikohen në dy lloje. Problematikat të cilat vinë nga aplikanti dhe problematikat të cilat vinë nga institucionet të cilat janë të rralla. Problematikat të cilat vinë nga aplikantët janë mospërgatitja e dosjes dhe të gjithë dokumentacionit në mënyrën e kërkuar nga ana ligjore. Të gjitha dokumentacionet që vinë nga shtetasit e huaj dhe janë pjesë e dosjes duhet të jenë të gjitha të pajisura me vula postile, të përkthyera dhe të notarizuara në Republikën e Shqipërisë. Ndërsa, për sa i përket problematikave të cilat janë të rralla, të cilat burojnë nga institucionet gjatë vlerësimit të lejeve të qëndrimit, janë probleme të cilat janë probleme teknike të cilat sistemeve, le të themi. Të cilat lidhin nga sisteme. Të pranueshme dhe të kuptueshme. Po, të pranueshme dhe të kuptueshme, por që ndodh që janë të rralla. Në përgjithësi, problematikat ndodhin për shkak të mospërgatitjes të dokumentacionit në mënyrën të duhur sipas kërkesave ligjore. Të gjendur në një situatë juridike kur një shtetas i huaj është refuzuar leja e qëndrimit, a ka ky shtetas i huaj të drejtën dhe nëse po, brenda sa kohësh ky mund të riaplikojë për të pajisur me leje qëndrimi, për ta finalizuar, le të themi, procedurën ligjore? Në raste të refuzimit të lejeve të qëndrimit, për shkaqe të cilat mund të jenë mungesë dokumentacioni, shtetasi i huaj ka të drejtë të riaplikojë. Por, nëse shtetasi i huaj ka një refuzim përfundimtar të lejes së qëndrimit, ka të drejtë të aplikojë pas 90 ditësh. Detyrohet të kthehet në vendin Po, detyrohet të kthehet në vendin e origjinës. Ndërsa, nëse ai mendon se ka të drejtë dhe dosja e tij është e përgatitur sipas kërkesave ligjore, ka të drejtë të bëjë ankimim të refuzimit të lejeve të qëndrimit në Departamentin e Kufirit dhe Migracionit. Nëse dhe nga ana e Departamentit të Kufirit dhe Migracionit refuzohet, mund të ndjek të gjithë ankimimin administrativ dhe më pas mund të bëjë dhe ankimim ligjor në gjykatën administrative. Si ndikojnë ndryshimet e adresës të statusit martesor nëse për shembull një shtetas i huaj vjen dhe martohet me një shtetaze shqiptare, cilat janë procedurat që ndiqen për të pajisur me leje të përhershme qëndrimi deri në nënshtetësi shqiptare? Në rastet e bashkimeve familjare, stetasi i huaj, i cili është i martuar me shtetaze shqiptare, duhet të aplikojë në një Albania për bashkim familjar, për leje qëndrimi, bashkim familjar. Pas miratimit, nëse bëhet fjalë për shtetas të cilët ka nevojë për vizë, aplikon dhe për vizë. Pas miratimit të vizës, shtetasi i huaj vjen në Republikën e Shqipërisë në mënyrë zyrtare, vazhdon me vlerësimin, Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit vazhdon me vlerësimin e lejes së qëndrimit. Pas dhënies së lejes së qëndrimit, shtetasi i huaj pajiset me kartën e rezidencës, sipas ligjit shqiptar. Nëse një shtetas i huaj dhe një shtetas shqiptar janë të martuar dhe kanë një martesë e cila ka zgjatur 3 vjet dhe shetasi i huaj gjatë kësaj periudhe, gjatë vitit të fundit të lejes së qëndrimit në Shqipëri, ka jetuar në Shqipëri në mënyrë të vazhdueshme, të pandërprer, ka të drejtë të aplikojë për shtësi shqiptare. Okej. Çfarë ndodh kur një huaj qëndron në territorin e Republikës Shqipërisë pa një leje qëndrimi të vlefshme? Nëse rast se konstatohet nga organet përkatëse që një shtetas i huaj po qëndron në territorin e Republikës Shqipërisë pa pasur aktin e lejes në përgjithësi shtetasit e huaj të cilët qëndrojnë në përgjithësi, nëse shtetasit e huaj qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë në mënyrë jo të ligjshme, pa aplikuar për leje qëndrimi, dhe ata diktohen nga ana e organeve kompetente, kërkohet largimi në mënyrë të vullnetare nga Republika e Shqipërisë. Nëse ata nuk pranojnë të largohen, mund edhe të dëbohen. Në momentin që shtetasit e huaj largohen, ata mund të marrin dhe një job administrative. E cila shkon nga eksperienca deri në çfarë vlere? E cila shkon deri në 1000 euro. Okej, e pranueshme.
Dhe kuptohet që për aq kohë sa shkelim ligjin, një sankcion Patjetër duhet ta që ketë do të patjetër. Nëse nuk pranojnë të largohen në mënyrë vullnetare dhe arrim deri tek dëbimi, patjetër që mendoj që rrezikojnë të marrin ekspuls tek territori i Republikës së Shqipërisë. Patjetër, mund të marrin nga ana e Republikës së Shqipërisë, mund të vendoset një sankcionim që varet nga rasti në rast, që për largimin e tij për një periudhë 1 vjeçare, 2 vjeçare nga Republika e Shqipërisë pa të drejtë hyrje deri në plotësimin e këtij afati ligjor. Tani, duke qenë se siç e theksova në fillim të këtij episodi të Proligj, ne jemi në hapat e fundit, le të themi, jemi drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Si ndikon procesi i integrimit në trajtimin e shtetasve të huajve dhe lejeve të qëndrimit? Në të njëjtën kohë, integrimi i Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, procedurat për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian kanë sjellur dhe mosdiskriminimin e shtetasve të huaj, bazuar dhe në të drejtën, bazuar dhe në Konventin Evropian për të drejtat e njerëzit. Duke qenë se kohët e fundit e kam përshtypje se ju bën kjo impresionon masën, fuqia punëmarrëse e njerëzve që duan të punojnë, që janë shtetas shqiptar, ka rënë për shkak edhe të procesit të emigrimit. Dhe është parë në masë ardhja e shtetasve të huaj, të cilët unë do doja që nga eksperiencat më thoje se si klasifikohen këta shtetas të huaj, nga hyn kryesisht fuqia punëmarrëse që vjen nga jashtë, nga cilat shtete vinë këta të huaj. Gjatë sezonit verës, për shembull, pam shumë shtetas filipinez në jugun e vendit apo në të gjithë hartën e Shqipërisë. Shtetasit e huaj në mënyrë nga lindja e mesme dhe nga shtetet aziatike. Kanë qenë aplikimet më të shumta, të cilët kanë preferuar të vinë si punëmarrës në Republikën e Shqipërisë. Këta janë sezonal, Fatmira, kanë përshtypjen apo qëndrojnë të... Në përgjithësi janë sezonal, por ka edhe shërbime të caktuara të cilat janë më afatgjatë. Si e shikon ti si avokate këtë ekuilibrin apo çekuilibrin e tregut punës, duke qenë se Shqipëria po bëhet si një vend thithës për këto vende për të marrë fuqinë punëtore? Duke patur parasysh që Republika e Shqipërisë ka kaluar një proces transicioni për mbi 30 vite dhe shtetasit shqiptar vetë kanë emigruar në Bashkimin Evropian, kanë patur nevojë për punë, në të njëjtën kohë tani po vjen një sikur po kthehet kjo, po kemi një, domethënë shtetas të vendeve të tjera po kanë nevojë të vinë dhe të punojnë në Republikën e Shqipërisë, përderisa në Republikën e Shqipërisë nuk ka një fuqi punëtore të mjaftueshme, sidomos në sezonin e verës për të përballuar nevojën e shërbimeve, ndërkohë që kërkesa e tyre është e lartë. Si e shihni ju si avokate ndërveprimin midis shtetasve të huaj, të cilët mund të aplikojnë në drejt për drejt vetë për leje qëndrimi ose ndërmjet një avokati si ju, dhe institucioneve të administratës shqiptare? A është përmirësuar kjo marrëdhënie? A është përshpejtuar dhe a ka një rezultat më të shpejt në finale? Duke patur parasysh që një avokat ka eksperiencë në aplikimet dhe përgatitjen e dosjeve, unë këshilloj që aplikimet të bëhen të ndiqen nga një avokat. Për sa i përket lehtësimeve, patjetër, procedurat e andarësimit të Republikës së Shqipërisë kanë sjellë shumë lehtësime në këto procedura, kanë sjellur shumë në raport me patjetër, në shkurtimin kohor dhe vlerësimin, në shkurtimin kohor dhe në vlerësimin e këtyre nga institucionet përkatëse, patjetër që punësimi në momentin që pushtetesit e huaj ata kanë një pyetje ose paqartësi, në momentin që drejtohen në drejtorinë vendore të kufirit dhe migracionit, ata mund të marrin shërbim në gjuhën angleze. Dhe kjo është një gjë domosdoshme. Patjetër që kjo është dhe lehtësim për shtetasit e huaj, të cilët nuk kanë nevojë që të shkojnë bashkë me përkthyesin dhe në institucionet shtetërore, por në përgjithësi ata ofrojnë një shërbim dhe në gjuhë angleze që në përgjithësi shtetasit e huaj e zotrojnë. Shumë faleminderit. Duke qenë se ky është një podcast i dedikuar ligjit dhe aplikimit praktik të këtij fundit, cili është këndvështrimi jote dhe qasja jote për sa i takon nëse do duhet të jepje një këshill për shtetasit e huaj që duan të vinë dhe të punojnë në Shqipëri? Cila është këshilla që do jepje? Për shtetasit e huaj në përgjithësi do t'jepja një këshill për ata që janë të interesuar për të investuar në Republikën e Shqipërisë. Lehtësirat fiskale, procedurat ligjore. Po, lehtësirat fiskale, tatimi nga 0 deri në 15% i tatimit mbi fitimin, mos patja nevoje në themelimin e çfarëdo lloj shoqërie
tregtare, nuk ka nevojë të ketë një ortak shqiptar. Këto dhe E lehtësime të tjera. lejon ligji shqiptar këtë që ortaku mund të jetë një vetëm ose disa dhe me shtetësi tuaj dhe Patjetër. klasifikohet si shoqëri e huaj. Patjetër dhe ka të gjitha të drejtat si shoqërisë shqiptare. Këto dhe lehtësimet të tjera ligjore bëjnë që investimet në Klim Republikën e pozitive Shqipërisë të dhe kenë që një të qasje jetë pozitive ndaj investimeve të huaja. A është rritur interesi investitorëve të huaj që kjo xha është e dukshme që investitorët e huaj po vinë dhe po e përqafojnë tregun për investim? Si është tendenca? Patjetër që tendencat të viteve e fundit kemi patur një rritje të investimeve të huaja në fushat të ndryshme, sidomos në fushat në turizëm, në ndërtim, kanë qenë dhe në bujqësi deri diku, kanë qenë fushat në të cilat ka patur shumë investime të huaja. Pak a shumë ti e shpjegove në parim gjithë nevojën dhe domosdoshmërinë. Të paturit, të ndjekurit të gjitha procedurave, duke filluar që nga themelimi i biznesit dhe deri në përfundimin e lejeve të qëndrimit, patjetër që të paturit Një avokat në këtë proces është lehtësi e madhe. Një lehtësi, pa sjell dhe vonesa edhe për institucionet dhe për aplikantin, sepse në momentin që do të ketë një mungesë dokumentacioni, aplikimi do të refuzohet, do të ketë një riaplikim, do të ketë një riaplikim i cili edhe administrata shtetërore do të marrë kohë të panevojshme për vlerësimin e dy efikasiteti do jetë më i ulët në raport me nëse i futen vetë kësaj rrugë ligjore që zgjat më shumë në kohë, është më pak efikase. Shpeshherë dhe mund t'ju refuzohen aplikimet sepse nuk din t'i bëjnë në formën e duhur apo nuk i kanë të qarta aktet ligjore që janë të domosdoshme. Fatmira, unë të falenderoj për prezencën tënde në ProLigj. Siç edhe e shpjegua më sipër, kjo është procedura ligjore për pajisjet me leje qëndrimi, të gjitha afatet, instancat përkatëse, nevoja për të investuar nga investitorët e huaj në territorin e Republikës Shqipërisë dhe nevoja e një avokati apo një përfaqësuesi ligjor në gjuhë më të thjeshtë, në mënyrë që procedurat të finalizohen në mënyrë më të shpejtë dhe më efikase. Ju ftojmë të na ndiqni në episodet e radhës të ProLigj.